Sot, me rastin e 1 qershorit, unë edhe burri, morëm një zarf, futëm ca lekë, ja dham djalit të blente në një gjë se e kuptohet, fëmijët ditët e sotme nuk duan dhurata që t'ua blejnë prindrit, jo, duan t'i zgjedhin vetë si t'i duan ata. Kur e mori zarfin ju bëqefi, kuptohet, edhe më pyet jo mami, po juve çfarë dhuratash ju blini prindrit kur ishit vegjël? Ne thash, po, mami, tha, qa dhuratash u bënin ata? Le mamiri tash mos ta diskutojmë shumë të temë. Pse mami, tha, do ta mbash sekreti se qa dhuratash të bënin prindrit? E po mirë, thash, po ta them. Na bënin ulje me rastin e 1 qershorit. Çfarë ulje është, a djali? Po ja, nga 10 dacka që na jepnin zakonisht kur bënim gabime, me rastin e festës na jepnin vetëm 5 dacka të keqen mamaja. Kështu që talleni ju fëmijët ditët e sotme me ne prindrit, talleni sa të do qefi. Ja, kështu më ndodhi mua. Megjithatë, uroj gjithë fëmijët kudo që janë gëzuar festën tuaj, fëmijë të dashur, gëzuar 1 qershorin, të rriteni të lumtur. Kalofshi bukur!